A duhet presim të tjera sulme? Historia ka treguar që Serbia gjithmonë, ose element të Serbisë duan padyshim destabilizimin, kështu që duhet jemi gjithmonë gatishmëri, apo jo? Do të ishim naiv në qoftë se ne jemi komod dhe nuk presim nga Serbia sulme të natyrës së tillë. Aq më tepër në kohën kur presidenti i Serbisë Vučić po përballet me refuzim strukturor të gjithë strukturës shtetërore dhe me protestën e studentëve, dhe aq më tepër kur afrohet edhe koha optimale për marrëveshjen eventuale SBA-Rusi lidhur me Ukrainën, ata do tentojnë çdo kusht që ta shesin si problem dhe ta shtinë në pakosë zgjidhje. Pra, kjo është e mundshme potencialisht, por thash, policimi bazuar në inteligjencë. Inteligjenca e Kosovës duke koordinuar me partnerët ndërkombëtar dhe patrullimi i vazhdueshëm i NATO-s, sidomos njësiteve amerikane në kufi me Serbinë, po më japin shpresë që tashmë ato ai skenaro gurzi i eskalimit në mënyrë drastike të situatës që do të trajtohen në nivele të larta ka kaluar. Por mund ballafaqohemi me akte të natyrës së tillë, të sulmeve, të shkaktimit rrezikut të përgjithshëm që megjithatë mund të ndodhin, por janë 100% të kontrollueshme dhe mund të jenë nën ombrellën e mekanizmave të sigurisë të Republikës së Kosovës. E kuptoj, zoti Hoxha, me që përmendet NATO-n, do dua të djegim pak një material për shtimin e prezencës NATO-s në Kosovë dhe më pas e komentojmë bashkë. Okej. Misioni i paqëruajtës i NATO-s në Kosovë, KFOR, ka njoftuar se në vend janë dislokuar afro 270 paqëruajtës nga rezervat operacionale të Shqipërisë, Bullgarisë, Greqisë dhe Rumanisë. KFOR tha se personeli i dislokuar do të operojë në bazë të përkohshme, së bashku me 200 forca rezerv, të cilët janë dislokuar në Kosovë nga brigada italiane Sassari. Këto përforcime së bashku me trupat e KFOR-it rrisin aftësinë e tij për të përgjigjur çdo zhvillimi të rëndësishëm të situatës së sigurisë, në përputhje me mandatin që buron nga Kombet e Bashkuara, bazuar dhe në rezoluton 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, thuhet në njoftim. KFOR përsëriti edhe një herë qëndrimin se vazhdon të kontribuojë për një midis të sigurt për të gjithë njerëzit dhe komunitetet që jetojnë në Kosovë, në koordinim të ngushtë me policinë e Kosovës dhe me misionin e Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX. KFOR-i është reaguesi i tretë i sigurisë në Kosovë pas policisë së Kosovës dhe EULEX. Misioni i NATO-s veç të tjerash është përgjegjës për sigurinë e vijës kufitare mes Kosovës dhe Serbisë. KFOR ka rritur praninë sa herë që situata ka qenë e tensionuar në Kosovë, sikurse është dhe sulmi armatosur në Bajnës të Zveçanit. Në shtator të vitit 2023, kur u dislokua për herë të parë në Kosovë pas përfundimit të luftës, KFOR kishte rreth 50.000 trupa, ndërkaq sot ky numër është afër 4.600 ushtarë. Zoti Hoxha, një koment për këtë zhvillim, si apo është një gjë rutinë? Natyrshëm që në këtë situatë, sidomos në rajonin e Ballkanit, kur po vlen Republika Srpska, kur ka flet arreste për Dodikun dhe kryetarin e parlamentit të etnitetit serb, cilët janë edhe në Arati. Interpoli po e shqyrton vendosjen e tyre në red notice. Natyrshëm që NATO duhet jetë vigjilente sepse Dodiku dhe me mbështetjen e Vučićit janë faktor bukur serioz destabilizues. Prandaj po besoj që edhe rrethona të reja gjeopolitike kur ka një diskutim, po e shkruaj kështu, diskutim të hapur mes SBA-s dhe vendeve evropiane për mënyrën e funksionimit NATO-s, për tarifat e pagesës, për brenda brutoproduktit brendshëm, atëherë po besoj që NATO me seriozitetin që karakterizon me profesionalizmin dhe ndërtimin e saj gradual, sistematik, që nga krijimi e te me qëllimin e vetëm të preventivës të hapjes të konflikteve, nuk do ta toleronte hapjen e një konflikti para syve të tyre, pavarësisht që është reaguesi i tretë. Prandaj mund të quhen edhe si veprime rutinë kuadër të krijimit të një paqe, stabilitetit përgjithshëm, por që po të kanë lidhje me gjeopolitikën, sepse haptazi Federata Ruse përmes Serbisë ka shfaqur apetitet e saj për aneksimin e veriut të vendit të Kosovës dhe për shkputjen e Republikës Srpske nga Federata e Bosnjës. Pra, ka një bazë ky shqetësim i NATO-s, po quhet shqetësim, por që unë po besoj që ka nën kontroll të plot dhe kjo shihet nga nervozizmi i Vučićit,
i cili pas marrëveshjes trilaterale Kosovë-Shqipëri-Kroaci me hapat shpejt në nënshkroi një memorandum me Hungarinë që si kundërpërgjigje ndaj kësaj sfide që ai e shes si sfidë, po që në realitet është një politikë stabilizuese e rajonit, një politikë në dobi të mbrojtjes së shteteve kombëtare, në dobi të mbrojtjes së sovraniteteve të secili shtet veçanërisht, natyrisht kundër hegemonisë serbe në kuptim të ndaljes së pretendimeve të pabaza të tyre për të aneksu pjesë të shteteve tashmë të pranuara ndërkombëtarisht. Ndërkohë, zoti Osha, duke parë atë që ju përmendët me drejt dhe duke u ndalur një tek marrëveshja nënshkruar me Hungarinë edhe Slovakinë. Pak të nuk e di është finalizuar me Slovakinë apo jo, por me Hungarinë po pse ishte kjo lëvizje, një kërcënim ndaj Kroacisë dhe shqiptarëve në Ballkan apo jo? Shumë e